يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të gjitha falënderimet, madhërimet, lavdërimet i përkasin vetëm Allahut. Kurse salavatet dhe selamet tona qofshin për pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët e tij, të cilët shkojnë sipas mësimeve të tij. Të nashëllazën. Me të vërtetë feja jonë islame është një fe e kompletuar, të cilës nuk i mungon asgjë. Është një fe e përsosur ashtu siç e ka përsos Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç e ka përsos ai i cili ka zbrit për të mirën e njerëzimit. Dhe ky fakt na bën me kuptu se Islami është i vlefshëm për çdo kohë, edhe është i vlefshëm për çdo vend. Edhe nuk është specifik vetëm për një pjesë të caktuar të tokës. Dhe nëse shohim hartën e Islamit sot, me të vërtetë ajo përfshin shumë kontinente. Harta e Islamit përfshin prej Indjes, afër kufive të Australisë, deri në kufit e Spanjës. Krejt kjo hapësirë, e cila përfshin kontinentin e Azisë, e kontinentin e Afrikës, e kontinentin e Evropës, krejt kjo është harta e Islamit që na tregon se kjo fe është universale, se kjo fe është ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Allahu i drejtohet pejgamberit në këtë ajet. Edhe thotë ty o Muhammed, të kemi dërzuar për krejt njerëzimin. Pra Islami është për krejt njerëzimin që të tregoj rrugën e shpëtimit të tyre. Dhe shohim se musliman ka edhe në Kinë. Atja janë mëse 100 milion musliman. Po ashtu në shtetin e Indisë janë 200 milion. E të mos flasin në pjesët e tjera të tokës. Kjo na bën domethënë me kuptu kompletimin edhe përsosmërinë e Islamit. Por më tepër, kjo fe vazhdon që të përhapet me shpejtësi akoma edhe sot. Kjo fe po përhapet në të gjitha kontinentet e botës. Edhe ka vende të caktuara në Evropë që objektet fetare të tyre janë braktisur dhe ato objekte po merren me qira ose po blejnë për muslimanëve por do bërë vend për të falë namazin. Edhe kjo tregon triumfin e kësaj feje. Edhe te këtë tregon se Allahu subhanahu wa taala ne si popull me të vërtetë na ka begatu që na ka sjell këtë fe edhe na ka bërë besimtarë të tij të pastërt dhe të drejtë. Nëse i shohim bukuritë e Islamit, të mirat e Islamit, ato i shohim edhe në aspektin e besimit pikë së pari. Besimi i Islamit është një besim i pastërt. është një besim vetëm në Allahun. Po ne i lutemi vetëm Allahut, edhe i përkulim vetëm Allahut, edhe i bojmë sejdë vetëm Allahut. Edhe në xhamiat tona, ne nuk përdorim ndërmjetësues askënd, se cili veç i drejtohemi Allahut edhe krijuesit ton. Edhe ky është besimi i pastërt. Sikur se thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allahu ka thënë, "Më lutuni mua se unë ju përgjigjem." Prandaj besimtarët Islam i lutën vetëm Allahut, i friksohen vetëm Allahut dhe shpresojnë vetëm te Allahu, dhe ata nuk i lutën krijesave, dhe ata nuk i përkulen krijesave, dhe ata nuk shpresojnë te krijesat, por te krijuesi i tyre, i cili ka në dorë të gjithë. Allahu subhanahu wa taala thot, "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada." Me të vërtetë xhamiat janë për të adhuruar vetëm Allahun dhe ju luteni vetëm Allahun. Edhe këtu e shohim pastërtinë e besimit në xhamiat tona. Ha shifni se krejt habitën, krejt e shohin madhështinë e Islamit kur hyn, domethënë të tjerë thamë i vizitojnë xhamiat, thonë ato janë të thjeshta, ato janë të pastërta. Në xhamia nuk ka figura, në xhamia nuk ka ikona, nuk ka statuja, sepse besimtarët nuk ju lutën atyre, po i lutën krijuesit, i lutën Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është madhështia e Islamit. Për madhështive të Islamit edhe bukurive të tij është përsosmëria në ibadete. Ne e falim namazin 5 herë në ditë.
Ne i lutim Allahut më së paku 5 në ndihmën e namazit farze. E ku janë pastaj sunetet e namazit nafile. Pra ne nuk e adhurojmë Allahun vetëm një herë në javë. Nuk e kujtojmë Allahun vetëm një herë në javë, në muaj ose në vit. Mirë po 5 herë në ditë. Edhe kjo është besimi, edhe kjo është Islami i përsosur. Po por më tepër, ne nuk kemi të drejtë që të hyjmë në namaz pa qenë të pastërt, pa pas abdes, pa pas gusl. Dhe kjo është pastërtia e Islamit, dhe kjo është madhështia e Islamit. Edhe kjo tregon se sa Allahu na ka nderuar, se sa Allahu na ka dashur të mirën, që na ka sjellën, na ka bërë pjesëtar të fesë së tij. Po pastaj të mos flasim aspektet e tjera të ibadeteve, sikurse zakati. Ku besimtari i cili plotson kushtet, është i pasur për të dhënë zakatin, 2.5% të pasurisë së tij, e jep për ata që nuk kanë, edhe nuk lejohet që atë pjesë me e marrë për veti, por duhet ja jep atyre. Allahu e ka ardhëruar kështu. Kështu besimtarët janë të lidhur edhe në aspektin e ndihmesës, po ashtu aspekti i agjerimit, po ashtu aspekti i haxhit. Është haxhi ku miliona musliman takohen në Mekë, në Kabe, pavarësisht se çfarë populli janë, pavarësisht se çfarë gjuhë flasin, të gjithë i porun njëjtë në të njëjtën formë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Islami është universal. Islami është për krejt rrezullin toksor. Për këtë arsye ibadetet, namazi është vetëm një gjuhë që është universale për krejt. Nëse thirrët e ezani, kudo që të jetë, edhe është një shqiptar musliman aty, ai e din se aty ka musliman dhe shkon falet, pavarësisht çfarë gjuhë flasin. Nuk e ka të vështirë që të falet me ta, sepse fanë njëjtë, sepse thirrët e njëjti ezan. E kjo është universaliteti i Islamit. Kjo është arsyeja pse Islami domethënë e ka vetëm një gjuhë në aspektin e ibadeteve dhe ezanit. Domethënë në haxh takohen krejt rruzët e toksor, krejt rasat njerëzore takohen aty për të adhuruar Allahun, vëllezër së bashku me të njëjtën veshje, me të njëjtën ibadet, me synimin që të përkulen Allahut edhe krijuesit të tyre. Ky është Islami universal. Po ashtu prej përsosmërisë, edhe prej kompletimit të Islamit, ne e shohim se sa fe e mëshirshme është. Ne e shohim se sa fe e moralshme është. Ne e shohim se sa fe dhe mshuri kanë besimtarët mes njëri tjetrin, se sa janë të pastër moralisht, se sa janë të pastër shpirtërisht dhe se sa janë të mëshirshëm mes veti me ndihmë. Ne e shohim shembullin të popullit jon. Sot ka organizime, ka shoqata, të cilët falën ndihmave, edhe bujarisë, edhe mëshirës e muslimanëve të këtij vendi. Sot janë ndërtuar më tepër se 1500 shtëpi ose afër 2000 shtëpi për ata të cilët nuk kanë. Të gjitha ato shtëpi nuk janë ndërtuar prej shtetit, por janë ndërtuar prej mëshirës, prej ndordhënies dhe prej burajisë e muslimanëve të këtij vendi. Edhe këtu e shohim se sa Allahu na ka begatuar me këtë fe. Nëse shohim popull të tjerë, afër nesh dhe rreth nesh që janë, të cili popull i vet janë organizuar me ndërtuar në 1500 shtëpi për ata të cilët nuk kanë. Nuk ka ndodhur asnjëherë, as në këtë rajon e as më gjerë. Por ka ndodhur vetëm këtu që është bujari e Islamit të këtyre njerëzve. Ne shohim se ka jetima shumë. Mirë po në aspektin material besoj se asnjë prej tyre nuk është duke hjek. Sepse çdo njeri organizohet edhe interesohet për situatën e tyre. Ata mundën me pas mungesën vetëm për prindin e tyre. Mirë po në aspektin material jetimat, elhamdulillah, ka ata të cilët kujdesen për ta edhe nuk i lojnë me hek keq. Edhe kjo është bujaria e Islamit, edhe kjo është përsosmëria e Islamit. Pra ne duhet të ruajmë këtë fe, duhet të kultivojmë këtë fe, edhe duhet të falënderojmë Allahun ditë edhe natë, pse na ka bërë pjesëtar të kësaj feje. Kjo fe është prej shkaktarëve kryesorë, prej sebeve kryesorë, pse Allahu na ka ruajtur në këtë vend, edhe nuk jemi bërë tjetër kush, por kemi me të shqiptar ata që jemi në saje të kësaj feje. Edhe pavarësisht se disa sot kanë dalë disa organizata dhe disa organizime, të cilët Allahu din më së miri se kush qëndron prapa tyre, të cilët janë duke e fyer Islamin edhe muslimanët, edhe po thonë se Islami është vetëm për arabët, edhe se kjo fe nuk është për ne dhe nuk na takon ne. Ata kanë filluar me qenë shumë arrogantë edhe me fy. Mirë po, duhet me qenë suqel. Edhe duhet me pas parasysh se me të vërtet ka agenda të huaja që vazhdimisht kanë synuar me përçarë këtë popull, edhe me shkaktuar të këqija për këtë vend. Mirë po këta njerëz
Sot apo nesër nuk kanë vendin këtu, sepse ai që e ka dalë përballë Islamit kanë qenë më të fuqishëm se ata, mirë po nuk kanë mujtë që të përballojnë, edhe nuk kanë mujtë që të afranojnë fenë e Allahut, sepse si thash kjo fe shtrihet prej afër Australisë deri në kufit e Spanjës, edhe gjithsesi Spanjën janë ata muslimanë të cilët 800 vite kanë pas vetëm Spanjën edhe kanë qenë edhe afër Parisit. Prandaj kjo fe është në dorën e Allahut, dhe Allahu do ta përhapë, dhe Allahu do ta mbrojë ato pavarësisht se ka ata të cilët na urrejnë dhe nuk e dojnë.